Subvencionimi për inverter dhe bicikleta mbetet nga shtyllat kryesore të politikave mjedisore të komunës së Gostivarit edhe gjatë këtij viti. Sipas udhëheqësit të sektorit të ekologjisë në komunën e Gostivarit, Zudi Xhelili, për këtë qëllim janë ndarë 3.5 milion denar. Nga këto, 2 milion denar janë dedikuar për subvencionimin e inverterëve, ndërsa pjesa tjetër për bicikleta. Xhelili thekson se orientimi kryesor drejt inverterëve është për shkak të interesit të madh të qytetarëve për këtë lloj ngrohje dhe ndikimit të drejtë për drejtë që këto pajisje kanë në reduktimin e ndotjes së ajrit gjatë sezonit të ngrohjes. Fatmirësisht, situatës i kanë ndihmuar një numër gjithnjë në rritje të familjeve që po kalojnë nga ngrohja me dru dhe naftë drejt pompave të ajrit dhe energjisë elektrike si alternativa më të lehta për moshat më të vjetra, sidomos ata të cilët kanë mbetur vetëm si pasojë e migrimit. Ne zakonisht raportojmë njerë në vit në Ministrim për Mjedisë Qetësor dhe në raportin e fundit urgjent që kërkuan ato me siguri për të marrë plane aksionale, ne i radhitëm një sër aktivitetesh. Mes tjerash, ata janë. Si çdo vit në program i futim ne mbrojtja e ajrit ambiental, ku parashikojmë masa për subvencionimin e qytetarëve me inverter për ngrohje dhe me bicikleta. Tash edhe gjatë këtij viti kemi parashikuar të ndajmë 2 milion denar për subvencionimin e anvistrive për inverter dhe 1 milion e gjys për subvencionimin e qytetarëve për blerjen e bicikletave. Sa i përket anvistrive, ka përmirësim të dukshëm për shkak se qytetarët apelet tona të vazhdueshme, mandej edhe kostën e harxhimit që është bërë krahasimi me i karburanteve fosile, naftës, drurit, për krahasim me rrimën, shpenzimet janë gati të njëjta, kështu që e kanë zgjedh këtë si ngrohje inverterët, këto pompat e ajrit. Xhelili thekson se komuna e Gostivarit në këtë drejtim ka vepruar në mënyrë të vazhdueshme ndër vite, duke ndërmarrë hapa konkret për zvendësimin e ngrohjes me naftë në institucionet publike që janë në kompetencë të komunës. Këto masa kanë dhënë rezultate të prekshme, veçanërisht në sektorin e arsimit, ku po eliminohet gradualisht përdorimi i lëndëve djegëse fosile. Vitin e kaluar zaventsuam 2 shkolla, në fshatin Llakavicë dhe në Serbinov. Si vjet kemi parapati zaventsojmë, domethënë, reagensat fosil me inverter për ngrohje në fshatin Zdunj dhe në fshatin Reçan, ndoshta arrim edhe në fshatin Vrutok. Kështu që ne dal nga dale objektet që janë nën kompetencat të komunës Gostivarit e hekim naftën nga përdorimi. Të njëjtën gjë e bëjnë qytetarët dhe kjo ka ndikuar dukshëm që anvisrit ta ulin përdorimin e drurit dhe naftës, kështu që ma pak ka ndotje të ajrit. Në anën tjetër, komunikacioni gjithashtu ka qenë një nga shkaqet që janë kriju grimësan ndotëse PM10 dhe PM10, mirë po me ngritjen e standardeve, Eko 5 veturat, diaspora, njerëzit që i kemi ne në diasporë, sjellin vetura cilësore, edhe në komunikacion ka ra ndotja, kështu që në përgjithësi Gostivari lirisht mund të themi se nuk është për të brengos, sa i përket ndotjes. Si sfidë për të ardhmen, sipas Xhelilit mbetet pluhuri që ndot ajrin nga guroret dhe punimet për ndërtimin e autostradës, për të cilat gjatë periudhës së verës do duhet të ndërmerren masa më rigoroze. Në një forum që kishim për forum rajonal për agjendën e Gjelbërt, u konstatua se në kohë të fundit komuna e Gostivarit qëndron relativisht mirë me cilësinë e ajrit, përveç përjashtim përsëri disa ekspertë në atë forum deklaruan se çështja e pluhurit që shpërndahet nga guroret dhe nga punimet e korridorit 8 janë si alarmante
Kështu që do të marrim masa në drejtim në periudhën e verës më tepër, një kontroll më të rrept këtyre instalimeve. Duke ju referuar matjeve për kace, Xhelili nënvizon se gjatë muajit janar në Gostivar nuk është e kaluar asnjëherë niveli i lejuar i ndotjes, ndërsa gjatë vitit që lan pas janë shënuar vetëm 2 ditë të kalim më 16 dhe 17 dhjetor 2025, që sipas tij dëshmon se gostivarasit nuk duhet të brengosen për cilësinë e ajrit dhe se politikat e ndërmarra nga komuna e Gostivarit në fushën e mbrojtjes së mjedisit kanë rrjedhur në rrugën e duhur.